Nëse keni shumë mendime, frikëra, dyshime nga më të ndryshmet, aq shumë sa ju janë bërë një grumbull me to dhe ju rëndojnë së tepërmi, atëherë ju duhet thjesht disa copa letrash, një stilolaps dhe një kavanos. Dhe ajo që do të bëjmë me këto mendime është thjesht t'i hedhim në letër. Shqetësime, mendime, dyzime, çfarëdo që ju ta titulloni dhe çfarëdo që t'ju mundoj së fundmi, shkruajini në copa letrash. Mund t'jenë letrat me ngjyra nga më të ndryshmet, thjesht nxirrini në letër. Dhe vetëm ky hap bën të mundur që këto mendime dhe dyshime dhe shqetësime të kalojnë tani më në letër dhe nuk janë më në kokën tuaj. Kështu mendojeni. Dhe ajo që unë ju sugjeroj të bëni është thjesht që të gjitha këto t'i vendosni brenda të ky kavanos. Dhe ky hap ne na ndihmon që të shohim që të gjitha këto mendime, shqetësime që ne na stërmundojnë janë tani më këtu. Pra nuk janë më në kokën tonë, janë këtu. Kjo na ndihmon vërtet shumë nëse ne e bëjmë vetë këtë ritual, që ne vërtet ta aktualizojmë si gjë, sepse ju edhe mund ta vizualizoni, sigurisht të mendoni që gjithë këto mendime, shqetësime ti vendosin në një thes, në një kavanos, ku të dëshironi dhe madje mund ta keni krijuar tani më një thes dhe mund të ndjeni një lloj shtrëngimi apo rëndese në qafën tuaj, në kokën tuaj, në shpatullat tuaja, sepse duket sikur të gjitha këto po i mbani ju mbi shpatulla. Dhe nëse nuk ju ndihmon thjesht vizualizimi, mund edhe ta bëni si ritual. Dhe më pas të gjitha këto mendime, shqetësime, çfarëdo që të jetë për ju specifikisht, ti hidhni, ndoshta në kosh të plerave. Dhe vetëm ky fakt, vetëm ky akt i vogël, ne na ndihmon që të kuptojmë që nuk janë më shqetësim për ne. I kemi larguar nga vetja. Sepse kjo nuk do të thotë që ne thjesht të jemi, domethënë, të mos mendojmë për problemet që kemi dhe të mos i zgjidhim. Por ndonjëherë shqetësimi, ankthi dhe të gjitha dyshimet janë të kota. Sepse nëse ne vërtet besojmë, gjithçka ndodh në mënyrën dhe në kohën e duhur, ashtu siç duhet të ndodh. Nëse ne besojmë që një energji universale për shkak është një forcë që ne na ndihmon në çdo moment që çdo gjë të zgjidhet për më të mirën tonë, nëse ne e lejojmë. Por nëse ne vendosim këtë dyshimin, mërzinë, ankthin, nuk ngelet shumë vend për këtë pjesën e bukur magjike që çdo gjë ndodh ashtu siç duhet apo jo, sepse ne ndërhyjmë. Dhe që ne të mos ndërhyjmë, kjo na ndihmon vërtet shumë. Faleminderit. Doja shumë të dija nëse e provuat dhe se si rezultoi për ju.